Presidenti Amerikan Donald Trump ka përjashtuar Hungarinë për një vit nga sanksionet me të cilat mund të përballej për blerjen e naftës dhe gazit rus. Vendimi u mor pas vizitës që kryeministri hungarez Viktor Orban zhvilloi në Shtëpinë e Bardhë, ku fillimisht presidenti amerikan u shpreh se po shqyrtoi mundësia e përjashtimit të Hungarisë nga sanksionet amerikane, pasi siç tha ai ishte shumë e vështirë për Orban që të siguronte naftë dhe gaz nga zona të tjera. Pas takimit, ministri i jashtëm hungarez Peter Zijarto shkruajti në rrjetin social X se SBA kishte përjashtuar Budapestin nga sanksionet mbi naftën dhe gazin rus. Hungaria ndërkohë është angazhuar të blejë gaz të lëngshëm natyror nga SBA me vlerën e rreth $600 milion. Përjashtimi i Hungarisë nga sanksionet amerikane erdhi pasi muajin e shkuar SBA futi në listën e zezë dy kompanitë më të mëdha të naftës të Rusisë, Lukoil dhe Rosneft, duke kërcënuar me sanksione çdo që blinte produktet e tyre. Ndërkaq takimi Trump-Orban u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë ku presidenti amerikan e quajti kryeministrin hungarez një udhëheqës të madh, ndërsa vlerësoi përqasjen e tij të rrep ndaj migracionit dhe ju kërkoi udhëheqësve të tjerë europian që të tregonin më shumë respekt për Orban, i cili vazhdimisht është përplasur me homologët e tij të BE-s për çështje si migracioni, demokracia dhe sulmtimi i ligjit. Ndërsa vlerësoi Trump, Orban kritikoi administratën e ish presidentit Joe Biden. Keni riparuar çfarë u bë keq nga administrata e mëparshme dhe tani jemi në një pozicion të mirë për të hapur një kapitull të ri në marrëdhënie dypalshe. Le të themi se ka nisur një epokë e artë mes SBA-s dhe Hungarisë, nënvizoi kryeministri hungarez.